kokë me pas Olamide. Kanë kombinuar futbollistët e Shirokës, madje pretendojnë për një prekje me dorë të topit, megjithatë Obina orvatet putë brenda zonës, gjithë një Obina, momenti vështirë dhe pranë vijes fatale Klejti Dibra ka ndërhyrë. Momenti i parë i rrezikshëm në një rivendje anësore e fortë në kufit e zonës rrepsis, ka shkuar topi, gjeshen mirë futbollistët e Shirokës në prapavijen e tyre. Me pas e Shabana i kërkon të godash fluturim të i katë. Nuk vendoset mirë Kenneth, duke dhënë mundësi lojtarit Obina, i cili ka shpërthyer brenda zonës rrepsisë. Rafael ka gjuajtur në gatishmëri portieri Luikaj, por një flamur i ngritur lart asistenti si duhet me topin. Obina. Shumë aktiv Obina, i fuqishëm, ka gjuajtur nga distanca. Mbi traun e sipërm të mbrojtur nga vendas nuk ndodhet, ka ndërhyrë Ruçi. Vucaj, nga Kraudiatë, Erion Vucaj, brenda zonës rrepsisë. Rafael, hapa shpejt e Ruçi, shumë energjik, i fuqishëm, Vucaj. Shmang 2-3 futbollist skuadrës naftëtarit, por ka gabuar në çastin vendimtar. Minutën e 21 të takimit, naftëtari 0, Shiroka 0, një top brenda zonës rrepsisë me kokë, goditet trau i sipërm i skuadrës Shirokës, por përsëri pozicion jashtë loje. Dulaj, një top për tek Filipi ka gjuajtur, i shkëlqyer goli i Shirokës. Është pikërisht minuta 23 të takimit, një manovër e bukur sulmuese e skuadrës Shirokës, ku Filipi pasi përsëri Dulaj. Një top për tek Olamide, ka ndërhyrë Rafael. Goditje nga këndi për skuadrën e Shirokës. Kapiteni Vucaj në distancë vrulli, grumbull fanela ndyngjyshe tek zona skuadrës së naftëtarit, pritet harkimi, pikërisht atje ka shkuar topi drejt përse drejti në duart e portierit Arafat, i cili në formë handbolli ka nisur me shpejtësi shokët e tij, ka shpërthyer Obina nga Kraudiatë, gjithë një Obina. Pranti Dulaj, i cili ka ndërhyrë për një moment, por më pas Filipi ardhur në ndihmë të mbrojtjes. Këta aksionet vin nga Kraudiatë, ku dallohet Obina për shpërthimet e tij. Një top për tek numri 8 cm. Gjishti në distancë vrulli, dëgjohet vëshëllima gjishtarit, një skemë të futbollistët naftëtarit. Ka gjuajtur numri 4 Gjika, Togazi e ulet, por ngjeshen mirë futbollistët miq në prapa të nisë numri 9 Olamide, ka ndërhyrë Rafael. Ruçi me pas Vucaj nga Kraudiatë, e gabuar, shumë e gabuar ndërhyrja e Rafael. Në distancë vrulli Vucaj. Një top në gjysmën lasi me kokë, momenti vështirë, Dibra me kokë. Ngjit Rafael. Fason Shkurdazi. Për tek Nuduku. Shabana nga Kraudiatë. Harkim tek zona skuadrës Shirokës. E saktë ndërhyrja e portierit Luikaj, i cili me të dyja duart e ngritur. Përsëri Vucaj, ka ndërhyrë Rafael, përsëri ndërhyrje e gabuar e futbollistit Rafael. I vrulli kapiteni Vucaj, ka fshëlluar gjyqtari, tjetër top për tek futbollistët e skuadrës së Shirokës brenda zonës rrepsisë Filipi, por portier Kaplanaj me pas Olamide, përsëri Kaplanaj, nga Karuimajtë Kalaja, ka ndërhyrë me sa duket kapiteni Gjishti, e gabuar ndërhyrja e tij duke ndalur shpërthimin e futbollistit. Ka fshëlluar gjyqtari, Vucaj në distancë vrulli, një top të shtylla e dytë dhe i shkëlqyer Erion Vucaj, ashtu siç di të bëj ai, një goditje e shkëlqyer e Vucaj. Te karku i 16 metrëshit e ka tepruar me mbajtjen e topit Shabanaj, niset Olamide në të kundërshtim shpejtë, gjithë Olamide, por ka ndërhyrë saktë, i saktë kapiteni Gjishti. Ngulmon këto momente, Dedja, Rafael,
Kërkohet Obina, Isak Dibra, këmgull përsëri skuadra e Naftetarit, një gjuajtje fort nga distanca. Jashtë kanë startuar 45 minutat e dyta në stadiumin Bashkim Sulejmanit Kuçovës. Minutat e dyta është trajneri Edison Kapo i skuadrës Naftetarit, i cili ka kryer një zëvendësim duke larguar nga fusha e lojës pikërisht numrin 8 Bani dhe vend fituar të drejtën një goditje nga këndi nga Karaudiati sulmit saj. Erion Vucaj tek zona skuadrës së Naftetarit. Me pas ka gjuajtur fluturim thi pikërisht gjyqtarit kryesor takimit, ka harkuar Malaj. Ka ndërhyr Kaplanaj, ndërkohë që Obina ka zatruar topin. Ti ka ndërhyr me pas Ruçi, Erion Vucaj. Kombinojnë bukur futbollistët Shirokës këto momente. Filipi. Gjithë Filipi. Kërkohet Olamide. Olamide brenda zonë. Olamide 3-0. 3-0 Shiroka. Dhe nuk kishte si të mungonte. Gol ka vëshëllyer gjyqtari i takimit, Vucaj. Olamide me kokë. Me pas Dedja ka ndërhyr. Nuduku, por i saktë në ndërhyrjen e tij pikërisht Dulaj me pas Vucaj. Rrotullohet së bashku me topin, tjetër harkim të zona skuadrës Naftetarit. Mbyllen mirë në prapavije, përfunduar topi për këtë skuadrës së Naftetarit, e cila nxiton në kërkim të shkurtimit distancës golave. Dedja me pas Gjika Agaliu, një top brenda zonës rrepsisë, ka gabuar për një moment portieri Lujkaj. Ka harkuar Gjika, top gjysmë lartësi tek zona skuadrës Shirokës. Ka ndërhyr pikërisht Vucaj me kokë. Me pas Shehu, ka ndërhyr futbollistët e Shirokës. Është Dulaj, pason shkurtazi me Bebeziqin. Një top për tek Dreshaj, gjithë Dreshaj. Por një flamur i ngritur lart.